Një punë tjetër, e cila ka nevojë vërtet për vëmendjen tonë është dhikri vëllezër dhe motra. Shpeshherë ndodh që japim selam, mbarojmë namazin, edhe duke i quajtur që është një punë sunnet e pëlqyer, e neglizhojmë atë. Neglizhojmë dhikrin. Apo mundojmë ta bëjmë dhikrin dhe në të njëjtin moment bëjmë dhe punë të tjera, qeshim me shokun ose bëjmë veprime, tregojmë me sy, me gisht, shikojmë celularin. Ky dhikr i cili ka nevojë që të bëhet me përqendrim, me prezencën e zemrës, me qetësi dhe rehati. Allahu i Lartësuar thotë: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtetë që me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ndaj dhe përmendja e Allahut ka nevojë për qetësi, nuk mund të bëhen dy punë në një kohë. Falë namazin me qetësi, me frikë respekt, jep selam dhe pastaj me qetësi, me frikë respekt, bëje dhikrin përmendjen e Allahut të Lartësuar.